sidomos nëse mungon të shikuari. Nëse mungojnë syt tek një njeriu është në gjendje me pagu çfarë dush çmimi, vetëm me i pas ato. E kur njeriu është në gjendjen për shikimin me pagu, me dhonë çka ka mundësi, vetëm me e pa një herë, edhe me jetu jetë normal, atëherë tregon se sa dhunti e madhe është ky nimet dhe kjo gjymtyrë të cilën Allah Azza wa Jall neve na ka dhënë. Pra kjo shqisë të cilën Zoti neve na ka folë njëtën e kësaj bote. Po pa shikimin, njeriu ndoshta një hap, dy hap s'mundet me i bë. Për shkak se është e pamundur njeriu të zhvillohet dhe të përparoj pa këtë dhunti të Allahut Azza wa Jall. Prandaj Allah Azza wa Jall thot: "Alam naj'al lahu 'aynayn." A nuk i kam bërë unë njeriut, nuk ja kam krijuar dy sy? Pra dy sy Allah Azza wa Jall e përmend. Edhe përmend në formën pyetëse, a nuk ja kam dhënë njeriut dy sy që të shikoj? Pra dy mirësi të cilat njeriu ose një pakicë njerëzve falenderoj. Pra Allah Azza wa Jall thot: "A nuk ja kam krijuar unë dy sy? O lisanan wa shafatayn." Edhe nuk ja kam krijuar unë një gjumë me të cilën flet. Edhe dy buzë me të cilat njeriu e formson gojën dhe të folurit e tina. Pra Allah Azza wa Jall po don me na përmend neve mirësinë e këtyre shqisave dhe gjymtyrëve të cilat neve na i ka dhënë. Kjo është dhunti që njeriu nuk ja di vlerën përderisa e ka. Momentin që ju humb, atëherë njeriu ja din vlerën. Dhe më së miri njeriu është për me ditë vlerën këtyre gjymtyrëve dhe mirësive, është të takohet dhe të shkojë te ata njerëz të cilët i kanë mungesë këto gjymtyrë. Të shikojë ata të cilët njerëz të cilët nuk shikojnë, edhe shesë si zhvillohet jeta e tyre.